pas shpenzimeve për banimin, ushqimin, edhe disa shpenzime tjera. Ku mund me pas mëre Besa Shahine banesën këto. Te already je minus, do me thonë 190 euro, a? Hajde, në cilin kat e ki Bes? 6. A ka lift? Ka lift. Oh, nice. Era turshi pak po vjen që ku kanë turshit. Frika jam është që nuk e di që shko më përkthy në votë. Për mu është shumë e rëndësishme vishë mësë milion këto me ardhë në pushtet, ose atë tjetrin... Jo, s'pas ka që shumë mullë. Po më nej se pas ka. Aja erdhë. Pamja këtij balkonit është metafora e Prishtinës. Qështu është qyteti i ri. Nisëm këtë aktivitet elektoral me 650 euro, sa është edhe paga mesatare e qytetarëve të Prishtinës. Pas shpenzimeve për banimin, ushqimin, edhe disa shpenzime tjera të paparashikueshme, na kanë ngel 190 euro. Për sot bëm edhe pagesën për qerdhën private, që na kushtoi 200 euro dhe tashmë jemi 10 euro minus. Interesant është të i bo Besa Shahini që to videot ku po e nënvizën kostën e lartë të jetesës në Prishtinë. E ka morë që të banesën në breg të diellit, më thanë unë e erdha këto, ku ka pagu qira, i ka krye edhe kostot e një familjareje, qysh është qerdhja me mush naft, tu e marë për bazë rrogën mesatare prej 650 eurove, ka gjamati jam të menu me bo diqka me Besën, na i shkrujtëm para prakisht e lam u taku edhe me vizitu te banesa që e ka morë me qira këto, tash jena të e prit, me këshur që shiko punt, Besa e pas ka pas një takim prej orës 9, është rrugës, ku mund me pas mëre Besa Shahine banesën këto. Jemi të banesa që i quajnë të standardit. Besa, my favorite. Ku je Bes? Qishtë kam? A je mirë? Lagjën teme. Që kjo lagja jota? Lagja jeme për fushat. Okej, e që to shkoj ke 350 euro qëraja njëre, a? Jo, qëraja shkon ma shumë, ky djali na ka la ma lirë se është shokin i shokut. Apo, e sa realisht shkon sa është çmimi real për njerëz që s'janë të involvuar kështu. Lagja, për shkoj ke deri në 500 euro për një banisë të vogël, sigurisht që kemi marrë na. Ua, 650 euro ti i patë në start, qatë sa i këqyra rrugës vedo, ti already je minus, do me thonë 190 euro, a? 110 euro, edhe lam që aty nuk hinë ma shumë minus. Qysh po duket jetesa në banesën e Rebes? Unë kom jetu gjatë me qira, edhe si studente kur kom studiu jashtë, Apo? po edhe në Prishtinë një kohë, e tash jetoj në lagjën Velania. Dëgjo, na këtu... Ko ke mësumi me na gju kërsimet, do me thonë, e gjonat, kjo nuk ka kur gjë e re për ty. Jo, s'është e re. Duhet me pranu që nuk është që jem të jetune në banesën me qiratë në kohën. Kemi bo pak si zyret shtabit. Apo, unë menoj isha që po flen aty e po rrën Jo, tamam kështu. Qëtash është e banesën nuk është bashkë e përshtatshme. Apo, okej. E qish po jetë Bes fushata, pe ki stresu se njere, ka gja intens kështu po doket me aktivitete, edhe ti po jesh shumë aktive. Kjo është lajmi mirë nëse po dalë gjithka. Ndëgjo, nuk është stresuse se po më pëlqen që jem të bo, është ngarkes. Apo, a pe dën? Qyre kur ja kom nisë me u marrë me Prishtinën pak ma seriozisht, edhe ja nisë edhe mi pa qysh është e mundshme me i zgjidhe dhe dobi problemeve me cila po ballafaqohemi. Vjen edhe një farë qefi ma i madhë, se qyre unë e du Prishtinën edhe kur s'm pëlqen. Hajde, në cilin kat e ki Bes? 6. 6, a? A ka lift? Ka lift. Oh, nice. Hajde, Bes. Që kjo është banesa, a? Ti ke pa dhe që kemi bo një cooking show? Po, e po është ato, më shpash po së në këqyra deri në fund. Ska lidhje. Epizoda e fundit ka qenë kemi shti turshi, kështu që i ki turshit si në Era turshi pak po vjen që ku kanë turshit. A janë speca këse domla, a? Kemi bo të shëndetshme, Për një me? se kena ndërmend mi hangër do për zgjedhje, edhe tjerat në balotazh mandej. Bes, cili është disponimi aktualisht, qysh po janë reagimet e njerëzve në raport me kandidaturën tone për kryetaret komunës? Disponimi është shumë i mirë, frika jam është që, do të thënë, frika, nuk e di që shko më përkthy në votë, se një pjesë e madhe njerëzve më thojnë, hej, po na pëlqen që po bënë, po na pëlqen temat me cilat po merresh, po nuk e dim sa ki shans me fitu, ti e ngarë për e parë, nuk e kemi të sigurt se sa ki me dalë në përqindje në krahasim me të tjerët, edhe unë e kom ndërmend, për mu është shumë e rëndësishme vishë mësë milion këto me ardhë në pushtet, ose atë tjetrin me e fitu dhe një herë, kërë që po menoj mi a dhanë votën
këtij ose atij, po mendojnë me votu kundër dikujt e jo për dikon. Kështu që nëse mujmë na në çet periudhë me ju tha njerëzve që është okay, sidomos në raund të parë, voto kush po të pëlqen, kush po të përfaqëson. Në raund dytë është okay votu kundër dikujna. Cila menon që është pika më e dopt e pushtetit lokal aktualisht? Qa më pengon mu mas shumëti, në rand parë është mbeturinat, nëse po me besu që hala jetojmë në një qytet që është kaq i papastër, është ekskluzivisht problem politike, që kjo është, çmenduria ke këtij muhabeti, se e ki një kompani e cila ekziston ekskluzivisht për pastru mbeturinat. Edhe një qytet i madhësisë Prishtinës nuk mundet mu pastru prej privatit, sepse çka ndodh zakonisht është kompania private e kryen një punë shumë mirë kur ka shumë fitim. Në pastrim të mbeturinave nuk ka fitim në Prishtinë sepse është qytet i vogël. Me mbeturina, a ki zgjidhje konkrete? Absolutisht që po. E para, këtu kur më ndërpreve, PDK dhe LDK kanë vendosur me privatizu shërbimin. Kështu që ky ka qenë thelbi i problemit. Kanë marrë vendim që me kontraktu privatin me pastru mbeturinat. Kjo i bjen që kompania pastrimi është lënë anash. Si pikë e parë do të fuqizu kompania e cila mbledh mbeturinat në qytet, do të blej kamionat, do të mu blej kontenjerat e ri, do të mu mësu ma shumë njerëz të terenit, edhe në mënyrë sistematike mu mbledh mbeturinat, do të mu blej cisternat për mu larë rrugë, se nuk është vetëm mbledhje mbeturinave, është edhe pastrim i rrugëve. Është një financim në dispozicion për Bankës Evropiane për Zhvillim dhe Bankës Gjermane për Zhvillim, i cila krejt çka kërkon është që kryetari i komunës me nënshkru një tip commitment, një tip, s'është as kontratë, është një tip marrëveshje me kompaninë pastrimi që thotë unë për 10 vite të ardhshme me publikun kom e bo pastrimin e mbeturinave, sepse Banka Evropiane për Zhvillim nuk investon në privat. Këtë ka refuzu me boj, për shkak se... Kush ka refuzu me boj? Për Parim Rama, kryetari i komunës. Sepse kanë vendos 2 vite përpara bashkë me Uran Ismailin, me PDK-n që kanë qenë në koalicion, me privatizu shërbimin. Mja dhani kompanie private për me mbledhë mbeturinat. Kështu që është hapë të nderi për 16 milion eurove për më pastru qyteti me kompani private, edhe nuk e fuqizon kompaninë publike. Punët, komuna i kryen ekskluzivisht me kompanit me ndërmarrjet publike që i ka. Do të thënë është durë të zgjatur atë komunës. Nuk mund të kry asnjë punë nëse nuk i ka në menaxhim, do të thënë këto kompani të cilat i ofrojnë shërbimet kryesore për qytetarët. Okej. Ti i provove po ndohet. A ke nice? Shumë hudër. I hangër. Me balancu pak me hudër. Vogël. Jo, s'pas ka sa shumë hudër. Po më nejse paska. Ai erdh. Turshi shtin prind e mi, shtin prind e Dardanit, kështu që kemi turshi për të 2 anëve, plus i shtim edhe na do vetë se i bojmë pak më ndryshe. Po nuk shti shumë që shtin prind e mi ose prind e Dardanit, unë do me thani shti teglat vogla sa për... Kur du diçka tjetër, pak me mishtu do me vaj, do me lmesa që nuk i hajnë të tjertë. Kjo pamja këtij balkonit është metafora e Prishtinës, që shtu është qyteti i ri. Crazy, dona on, ndërtim. Qëre, ka histori kjo punë, mas luftës ka pas nevojë shumë të madhe për banim, edhe është ndërtu shumë, është ndërtu edhe keq, është ndërtu edhe pa leje, po ka pas arsyetim se është bon atë kohë, për shkak se me të vërtet ka pas nevojë shumë të madhe për banim. Mandej është kriju pak si, është bo pak edhe si metode punës në qytet. Sot 27.000 banesa janë të zbrazta. Edhe na e morëm vesh këta kur bo 27.000. Ku jeni nxjerr këto? Kur është bo regjistrimi i popullsisë, edhe dolën me këtë shifër. Në fakt janë 29.500 njësi banesore, shtëpia, banesa, po me një kalkulim të thjesht i hoqëm një pjesë për shkak se janë shtëpi individuale, po banesa janë 27.000 të zbrazta. Dhe prej aty në një pjesë janë bleme prej diasporës, po ato janë të mobilume dhe njerëz vinë dhe jetojnë një pjesë të vitit në to. Po një pjesë shumë e madhe janë krejtësisht të zbrazta. Do me thonë banesë e cila është e pa mobilume, nuk jeton kur kushto, ju ka vënë Chelsea me vitet tona mbetet çashtu. Problemi që shkakton kjo është që nevoja për banim ka mbet prapë e madhe. Do me thonë ti sot prap ki shumë nevojë për banesa, për çiftet e reja, për tritë që dojnë me dalë me jetu më pavarësu, do ta mos me jetu me të shtëpisë. Edhe si rezultat ndërtimi po vazhdon. Po çmimi është rrit jashtëzakonisht shumë. Po është edhe një element tjetër, në 3 vitet e fundit është 2 fishu
ose është dyfishu fitimi i kompanive ndërtimore. Ata me arsyetimin që janë rrit pak kostoja ndërtimit, kanë vendosur mi rrit çmimet, po nuk e kanë rrit çmimin sa është rrit kosto ndërtimit. Është një studim i Institutit GAP që i ka intervistu 10 kompanitë kryesore që ndërtojnë në Prishtinë, edhe kanë thënë që këto 3 vitet e fundit kur çmimi nga 1.000 euro është bën 1.500 për metër katror, fitimi i tyre është dyfishu. Pra janë disa faktorë që kanë qenë në këtë situatë që i kemi sot, po mesatarja është 600 euro metri katror. Komuna hin në ndërtim, i shet me çmimin afër kostës së ndërtimit, edhe përveç që i sistemon do familje të reja, edhe i bën konkurrencë private që po ta shet për dy fishin e çmimit. Kështu që e çon një sinjal në treg që hey, bën edhe çështu me ushit banesat, për me mujt me pas fëmijët, një start më të mirë në jetë. Do të thonë që e ka një edukim pak më të mirë, rritën edhe me shoqe, du të me pas shumë qerdhe publike, ose qerdhe me bazë në komunitet. Edhe kur mendohet për qerdhet, që du me ndërtu të reja, mendohet pikërisht kjo, mu ndërtu një qerdhe e re, ajo nuk ka nevojë me u bë ashtu. Plani jonë është që në ndërtesat kolektive, që tash krejt e kanë një hapësirë e cila është mendu me ju lanë dispozicion nëse dikush do me marë për qerdhe, që ato hapësira komuna i merr me qira, i mobilon, edhe i vend në dispozicion për qerdhe publike. Sot qerdhja ose kopshti privat kushton prej 200 deri në 400 euro në mujt, që është edhe e rëndon shumë buxhetin familjar. Do të thonë se ti don me nisi familje të re, mas pari banimin e ki problem, se si qiraja, si kredia e banesës të fik, mandej ki shpenzimin tjetër që nëse do në më këthym punë, nana do të me pagu një qerdhe private. Me qerdhen edhe kopshtin publik, përveç që ti për mundëson, do me thoni, start shumë më të mirë një fëmijëve që për marrin edukim më të mirë, ti edhe po i lehtëson buxhetin familjar. 30 qerdhe edhe kopshte publike në për lagjet tona, aty ku janë fëmijët, që ose pas nevojë me hyp në kerrë mi shu dikun më larg, është minimumi për me ofru si një shërbim emergjent, për me ofru qytetarëve që jetojnë këtu, familjeve të reja, shërbimin e kujdesit në fëmijën e hershme që është krejtësisht i nevojshëm edhe i bëshëm prej komunës. Sa i përket shëndetësisë, çfarë plane konkrete i ki besë? Qendrat e mjekësisë familjare që janë nëpër lagje, janë super, do të thonë ofrojnë një shërbim që është shumë i nevojshëm. Çka duhet është me ushtu shërbimi i laboratorit, sepse ti një me shkon të mjeku në qendrën e mjekësisë familjare, por nëse ki çfarë do analize me bo, dush shkon tani në privat dhe kini shërbim shtesë dhe dush vazhdimisht me lëviz. Se nuk është vetëm shpenzimi shtesë, është që jetu lëviz, do me thënë, nëse ki jetu e qunanën të mjeku dhe ajo është në mosh pak më të madhe, jetu e lëviz në për 3-4 vene për me kry një shërbim. Pra, shërbimet laboratorike du të mu këthy, mu shtu, du të mu këthy shërbimi pediatrik, kam kuptu që çiftet e reja, kur i qojnë fëmijët te mjeku, nëse nuk kontrollohen nga pediatri, nuk e kanë kryt rahat. Do me thënë, ka nevojë për shërbimin pediatrik dhe mjeku familjar nuk e jep njëjtin siguri. Edhe krejt shërbimet që janë parandaluese, se një pjesë e madhe e shërbimit shëndetësor është edhe menaxhimi i dosmundjeve si diabeti. Diabetin ti çka dush me bosh me monitoru ton kohën sa po të shkon sheqeri në gjak, edhe me dhanë këshilla që me bo jetë të shëndetshme, për ata që marrin edhe barna, më ndihmi me menaxhu dhe qatë pjesë. Kështu që nëse rritën shërbimet laboratorike, ofrohen disa shërbime specialistike që janë të nevojshme në përlagje, plus kryet kjo pjesa e parandalimit, ti e fuqizon një organizatë që veç ekziston, do të thënë bazë në mes lagjes, edhe ti po jep shërbim shumë më të mirë që ta ulë edhe shpenzimin për shërbime shëndetësore që krejt qytetarët e Prishtinës në fund ditës prap i kanë përkundër që e kanë qendrën mjekësisë familjare në lagje. E sa i përket llogës në trafik? Duhet me këshyr ku është problemi i trafikut janë kerret, apo? Që ka shumë kerre. Do të thënë për me zvoglu trafikun duhet me hek kerret. Edhe kerret i heken në 2 mënyra. E para, nëse shërbimet ti i merr në lagje, si shërbimi i arsimit, qerdhja. A ki pa kur ka trafik? Në mëngjes kur i çojnë fëmijët nëpër shkolla, në drek kur i marrin fëmijët prej shkollave, në darkë kur i marrin fëmijët prej shkollave. Do të thënë janë çdo 3 pika që ka mas shumë ti trafik, duhet me pas shkollë në lagje. Edhe me punu fëmijët me një ndrim, sepse është e domosdoshme, do të thënë jemi në 2025, në hala me 2 ndrime i bjen që si tu marr as mësim, as tu i kryu aktivitetet tjera që janë domosdoshme në shkollë. Po, nashta edhe me i stimulu pak bicikletat, prap nuk janë t'inkurajum sa duhet e ki përshtypje njerëzit me vozit në biciklet në Prishtinë. Pse besë?
Tash Prishtina është teren pak i vështirë me i gra bicikletës për shkak se është shumë përpjecë, edhe nuk kam qenë kur zgjidhja kryesore. Po trafiku urban, absolutisht, edhe nuk shkollat në përlagje, që mos me pas nevojë me marrë kerrin me çu fëmijët në shkollë. Qerdhet në përlagje, mos me pas nevojë me marrë kerrin me çu fëmijët në qerdhe. Trafiku shkollor, që fëmijët të cilët hala kanë nevojë me bo distanca pak më të gjata me shku deri në shkollë, i kryen me minibus. Minibus janë më të mëdhaj se kombi, nuk janë furgona kombi, janë dikun 25-35 ulse. Me 25-35 ulse ti hek 25-35 kerë prej trafikut. Na kemi menduar që me 50 autobus që ofrojnë transportin shkollor, ti zgjidh një pjesë të madhe të transportit në brenda qytetit. Prishtina ka gjamoti problem masive dhe me qenën da cak. Do me thonë është llogaritët në bazë një studimi që e lexova rreth 10.000 qenë nda cak. Pavarësisht strehimoreve, gjanave, po e ki përshtypjen që nuk është përmirësu situata. Çfarë zgjidhje e ke menduar me bu? Do me thonë, na kemi qenë në rrugë, për shkak se pronart i hedhin qenë në rrugë. Pa e zgjidh çështjen e regjistrimit të pronarëve, dhe mbajtjes do të thënë përgjegjësisë njerëzve që mbajnë qenë, se në që shkon fëmia ka ditëlindjen, ja blen një klyshi i lezetshëm, mas 6 muajve klyshi rritet suneman më ambanes, edhe e qet, se s'ki ku e çon dikun tjetër. Kështu që mbajtja e përgjegjshme është shumë e nevojshme si pikë e parë. Po gabimin që ka bo komuna, se i marrë qenë i hoq prej rrugës, edhe i qojnë për do strehimore në kushte shumë të këqija, po në vend se me vazhdu edhe sterilizimin që të me ndodhë paralelisht, se ti qenë që i kinë rrugë të dush me ja u parandalu shumimin, se ata shumohen shumë. Ata e kishin dalë projektin e sterilizimit. Do me thënë, janë marrë me projektin e strehimit, e kanë dalë projektin e sterilizimit. Nuk zgjidhet nëse nuk i merr krejt masat, mi regjistru pronart, mi parandalu braktisjen, mi heq pe i rrugës qenë që janë, do me thënë, këto kopete mëdha, mi sterilizu që mos më shumë ma, të vynë edhe me marrë masat eutanazis për qenë që janë agresiv edhe që sulmojnë, po duhet të gjitha me ndodhë në të njëjtën kohë, se ndryshe nuk mundesh me menaxhu. Për llogaritëm që pas zgjedhjeve ti e merr pushtetin, edhe çka po më intereson me ditë është cila është puna e parë ose vendimi i parë që e kishe marrë në krye të pushtetit lokal. A e ke menu? Qysh se ku menu, puna e parë është pastrimi i qytetit. Do me thënë, vendimi i parë është mundru menaxhmenti i kompanisë pastrimi, mu marë përsipër mënyra që qysh funksionon ajo organizat edhe në pastrimin e qytetit, edhe me fillu, edhe mi mbledh mbeturinat, mi ndru kontenjerat, mi pru kamionat e ri, mi pastru rrugt me cisternat e reja që blihen, edhe u mësu shumë a shumë punëtor të terenit. Bes, nëse vazhdon me u ndërtu me që tempo, cilat kanë me qenë pasoja? Frika jam është që nëse çmimet janë çka shnalta për banim, nuk kanë me të ardhur ty njerëz në Prishtinë me jetu. Edhe në një kryeqytet ka dinamik të lëvizjes së njerëzve. Vinë talente prej jashtë, studenta që vinë me studiu mbesin këtu me jetu, nisin familjen. Kjo nuk mundet me ndodh me çmimet e banimit që i kemi sot. Ka shumë ndërtesa që kanë më shndruar në, si më thon, gërmadha, se nuk jeton kurkush aty, edhe pa njerëz. E ky nuk është kryeqytet mëndej. Çka po mendon për Besën? Besën A ke kështu bënoj sinqert kështu, edhe nëse s'pëlqen thuj. Unë kam mendim shumë të mirë. Në përgjithësi se kjo tash nuk u provon pushtet. Tani pushteti ku të provon tani shohim. E vërtet që aty po ndryshoj. Po besoj që nuk është për aty që ndryshon as lehtë. E çka të pengon ty mas shumë ti në Prishtinë? Do me thonë që ja kisha adresu Besës. Puna e parë është mentaliteti. Na nuk po muj me mrri me kriju një mentalitet, një edukat civilizume mas parit e njerëzve. E dyta është këto problemet që kemi kaosin përgjithësi, edhe kaosi në komunikacion, edhe në infrastrukturë, edhe shumë gjëra që janë për të dëshiruar. Për me zhvillu këtë vend tonë do të me bashkëpunu kur është interesi. Besa ki me mojti note njëre për shkaqe politike që shpërbën. Jo bre, edhe sidomos në nivel lokal, do të është komplet e papranueshme, që ti nuk e zgjidh një problem si mbeturinat për note politike. Çka ka ndodhur me çit kanalizim? Ka shpërthy kanalizimi, bash banesat tona na ka hyrë në garazh mrena. Tash atje ku ndërmon ka hyu, po liceu po aty. Hala kërkush s'ka ardhur me intervenu, kanë thosë që kanë lajmëruar kompaninë
e ujësjelësit, ajo është neglizhente, nuk vjen. Problemi vazhdueshëm që kanalizimi, nëse është në rrugën kryesore, adreson ujësjellësi, nëse është kjo pjesa prej banesës që lidhet prej ndërtesës që lidhet në ujësjellës, e adreson komuna, edhe mbesin, nuk është i vetmi vend që ka është për të kanalizim. Jo imja, jo ati, edhe në një pikë shtyjen dy palët, edhe na mesim... Pola ma e dëmtume janë qytetarë. Na mesim viktim. Qysh zgjidhet që kjo besë? Mjeshtri i lagjës është një organizatë që na po mendojmë me themelu për secilën lagje, ku është ndërmarrja publike banesore është kryesorja. Edhe në kohë reale, kur ka prishje të vogla sikur kjo, është njeri aty që din qysh me zgjidh, nëse nuk mund me zgjidh, njeri i lagjës, nëse ai nuk din qysh me zgjidh, e din kanë me thirr edhe komunikon me kompaninë ujësjellësi. Nëse nuk i mbikëqyrim në vazhdimsi problemet që ndodhin në përlagje, ato më një degradojnë edhe përshkojnë po bën probleme shumë mëdha, shumë po vjen era keq, ata vazhdojmë dikun tjetër. A ecim poshtë. Bashkë me Besën ku edhe të bërlogë dhe unë i thash që të s'po doget qa si keqa, shkojnë atje tërgon ma boni që s'po doget keqa, si jeto e po për një mena u ka rrit toleranca. Është keq nëse ka mbeturina jashtë shportave mbeturinave. Është keq se natën vinë qend edhe i marrin, për shkak se këto nuk janë mbyllura, i marrin edhe i qesin që i kanë qit këtu te pjesa e gjelbrume. Atë na jemi mësu me pa mbeturina, pak edhe për mi apo vetës pak më mirë, po thojmë hajt është okay, por nuk është okay. Bes, falenderoj shumë që më përcjelle deri këto, pritet tepër mirë. Që dole deri në rrugën B. Vërtet, safe do me thonë. Qika që prej me njerëz mos harroni. Unë jam bërim Pacolli ku do që jeni prezent këtë platformat jo me dhone, siguroni me ma bo follow.